situata në Botësinë po kalon dhe u in, dhe shteti i një lërë me gjak, u shtej për eron. Krejtë rezultati i mos realitetit faktorit politik. U shumë e rëndësi të sej këtu se Kosova, shteti i një lërë me gjak, nuk është pron private askujt. Nuk e ka nëm baba dhe nëm në Albin Kurtit edhe askujt, po private me flet poseduse. Prandaj, gjatë luftës, u vron, u pren, u masakru, bi 15.000 shqiptar. 15.000 shqiptar ka 5 litra gjak, boj 75.000 litra gjak. Edhe 75.000 litra gjak, mbushin 3 cisternat kamionit me gjak. Edhe me del këtë gjak, prej Prishtinës deri në Ferizaj më Rëngjoku. Dhe sot, shteti i një larë me gjak, pa liqë luftës. Sot nëzënsat tonë, fëmijët tonë, një për të mesat e mi, mësojnë në shkollë për tolerancën, për bashkëtesën me Serbia, shka da ka po Serbia. Si është e mundur kjo? Për përsëritin një politikë Jugoslave, një politikë titiste, një politikë për me kriju dhe me formu vllaznim bashkimin. Pse nuk mësohet në shkollat tona për lutë, për sakrificën e popullit, që të rritet edukata dhe kultura kombëtare të rinia jonë, që të formojmë, të krijojmë një rini të shëndosh dhe një rini të suksesshme. Prandaj, lidhur me këtë, duhet më vendisu populli. Duhet populli më qunë komë dhe mi eliminu këtë traktar nga skela politike. Unë e vi nga Kaçaniku, në popull dhe mi njofër si komandant Vishi. Normal, ishte nderë dhe kënaria me modhe. Edhe atyre që mendojnë se OÇK-ja nuk ish mujt me liru venin vetë. Ja baj me dije se plumbat dhe plumbi nuk ka rikfes.